Në këtë muaj të Begat ka shumë adhurime që janë adhurime të përbashkëta, adhurime xhamatore, ku sekreti është gati i pamundur, po ndërkohë ka dhe adhurime të cilat bëhen në vetmi. Çfarë balance duhet të ndërtojë besimtari në këto ditë, në këtë muaj? Pra, duhet i kthehemi sërish niyetit, duhet të pastrojë niyetin. Pra, ne e dim që prej adhurimeve më të mëdha që mund t'i bëjë një njeri është falja e 5 kohëve të namazit. Dhe mënyra më e mirë, spaku për burrat, për t'i falur këto namazet është duke shkuar në xhami. Shkuarja në xhami nuk mund të jetë sekret, nuk mund të bëhet në mënyrë të fshehur, mirë po bëhet në mënyrë të hapur. Prandaj besimtari në këtë moment nuk ka asgjë tjetër apo asnjë mjet tjetër për ta ruajtur këtë vepër, që dhe të jetë i çiltër me të në raport me Zotin e tij, vetëse përmes zemrës dhe niyetit të tij që e ruan në zemër. Prandaj veprat të cilat bëhen në mënyrë të hapur nuk ka pse besimtari përpiqet t'i fsheh, sepse Allahu i Madhëm e ka caktuar këtë lloj mënyre për t'i kryer ato vepra. Meqense Allahu i Madhëm i ka caktuar këtë lloj mënyre, do të thotë që mënyra më e mirë për t'i kryer ato është duke i bërë të hapur dhe është duke i bërë bashkarisht me njerëzit e tjerë. Mirë po, ajo e cila do ta shkatronte këtë vepër që ti e bën në mënyrë të hapur, është ndonjë mburje që ti mund ta tregosh dhe të mburresh para të tjerëve për kryerjen e asaj vepre. Prandaj është shumë e rëndësishme që besimtari pa marrë parasysh llojin e veprave ta ruajë niyetin e tij. Pastaj veprat të cilat bëhen në mënyrë të fshehtë, të cilat mund t'i bëj larg syve të njerëzve, nuk ka pse ti ekspozoj. Pra, ato të cilat Allah i ka caktuar siç janë 5 kohët e namazit, nuk ka pse ti fsheh, edhe pse është vepra më e mirë dhe më e dashur tek Allahu i Madhëm. Në anën tjetër, vepra të cilat janë të fshehura dhe mund t'i bësh vetëm larg syve të njerëzve, duke u përkushtuar tërësisht Allahut të Madhëm, nuk ke pse ti ekspozosh. Pra, balanci është që bëj veprat që bëhen me xhamat, me grup, duke pastruar niyetin, dhe veprat të cilat i bën në vetmi, mos i ekspozo sepse nuk ka kur far, le të themi, dobi nga ekspozimi i tyre.